Ramamburg, Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Kujtoja kishte marrë mendja se do rrinim 28 ditë këtu dhe qëndronim si ditën e parë. Ata menduan se ne do lodheshim, por ne jemi këtu më të fortë dhe më të qartë se ditët e para. A e dini pse? Se hanët dhe fjalimet e secilit prej nesh këtë vend vetëm e frymësojnë njëri tjetrin. Unë sot do të flas pak vetëm për të quajturën The Albanian Files, dosjet e Shqipërisë. Një libër me 750 faqe ka dalë para ca ditësh në internet. Aty janë tokat e gjithë shqiptarëve. Në atë libër, kryeministri Rama, në bashkëpunim me arkitekt ndryshëm, sta arkitekti quan ai, kanë vendosur që do të bëhet me Shqipëri për 100 vite. Tokat tona, shtëpit tona, kullotat tona, lumejt, liçenet janë pjesë e disa projekteve që ne as nuk i dim. Ramamburg, Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Qatë kësaj kohe që ne po flasim këtu, ka shumë projekte shkatruese që po vijojnë, siç ka edhe disa projekte që falë kësaj proteste janë ndaluar. Unë mendoj se ajo dosje do të jetë dosja që do e shoqëroj kryeministrin Rama drejt në qeni. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Ka qenë fati ynë i madh që jemi squar pikërisht në këto moment kur thikat ishin vënë mbi hartën e Shqipërisë dhe Shqipëria ishte ndarë copa për oligarkë ndryshëm. Ndaj, ajo dosje duhet jetë në telefonat të duart e secilit prej jush. Ta shikoni me sytë e tuaj se çfarë pritet ndodh me Shqipërinë nëse ne nuk vazhdojmë të rezistojmë. Kjo rezistencë jo vetëm duhet vazhdoj, por duhet shtohet e duhet shtrihet në çdo qytet Shqipërisë. I bëjmë thirrje edhe qytetarëve të vogël, të qyteteve të vogla, cilët duket se janë vetëm në qytete ku krimi e ka zaptuar qytetin edhe kanë ngelur vetëm kriminal edhe të moshuar. Jo, ata duhet ngrihen, sepse për ndryshe do të ngelin vetëm të moshuarit. Ndërkohë që po flasim, edhe shumë njerëz shtrojnë pyetjen, edhe sa do rrim këtu? Pse duhet rrim kaq shumë? Pse nuk e ndryshojnë modelin? Jo, ne duhet të rezistojmë këtu, jemi ajo pika ujë që do shkojnë deri në fund. Sepse ka edhe shembuj tjerë. Nga mbrapa më thonë se pas një rezistence më shumë se 1 vit e gjys, kryeministri i Serbisë e ka dhënë dorëheqje. Duhet ta dim se edhe këto autokratë, edhe këto diktatorë, në momentin që e kanë popullin rrugë, 1 ditë, 1 javë, 1 muaj, 1 vit, do dorëzohen!
nuk është një garë sprinti me 100 metrësh që ne do e bëjmë për 2 ditë. Kjo është një maraton. Kemi hyrë në një luftë nervash. Nuk e dim kur të dorëzohet i pari, ama unë jam i sigurt që këta njerëz që janë këtu nuk dorëzohen. Nuk kam parë kur një jetën time njerëz më të vendosur për të shkuar në fund rrugës tyre. Ose ne do qëndrojmë këtu dhe do ta bëjmë Shqipërinë siç ne duam, ose projekti politik i atij do të vihet në zbatim dhe s'do të ketë vend për asnjërin prej nesh. Ndaj nga ky shesh ju them që është detyra jonë qytetare fillimisht që të rezistojmë për vete, të rezistojmë për familjet tona, për vëllezërit, për motrat, për fëmijët, edhe për ata që nuk janë më, e kemi për detyrë ta mbrojmë të vend.